Gjatë një bisede me Eliona Binakajn brenda Big Brother VIP Kosova, Eduard Kuçi ka komentuar mbi varrimin e vllait të ish-banorit Gjesti, i cili ndroi jetë pak muaj më parë nga një aksident. Ai kritikoi përdorimin e telefonave dhe fotografive gjatë ceremonisë. Fotografitë që i kanë kapur të gjithë ata që kanë ardhur për varrim të vllait të ish-banorit, krejt kështu me telefona varrim, nuk je në dasëm, u shpreh ai. Më tej Eduardi shtoi: "Inshallah në xhenet e ka shpërblyer Zoti. Un kam qenë në varrim, çdo që ka ndodhur me ish-banorin ka qenë krejt loj. Un jashtë jam edhe kam qenë në varrim." Vëllai fituesi të Big Brother VIP Albania 4 ndroi jetë tragjikisht më 26 shtator 2025. Në moshën vetëm 15 vjeçare. Gjesti ndërkaq u bë fenomen në Big Brotherin e kaluar, ku nga Kosova u fut në atë të Shqipërisë ku dhe triumfoi. Që nga vdekja e të vllait, artisti nuk ka bërë ndonjë reagim e as nuk është faqur në rrjetet sociale.